Do ta vazhdojmë çështjen dhe debatin në lidhje me atë që ishte kryelajmi i këtyre ditëve Harbor. Armëpushimi midis Shtetit Bashkuar dhe Iranit, çka ishte diçka e habitshme për shkak se gjërat prej paktën 24 orësh përpara se ndodhte ky armëpushim ka patur deklarata shumë të ashpra të presidentit Trump, ku është folur për bastard të ndyrë, është folur për zhdukje civilizimesh apo qytetrimesh. Pra, ndërkohë, vetëm 1 orë e gjysmë përpara se të vinte ai afati apo deadline-i, ka patur, është parajmëruar nga kryeministri pakistanez që do të ketë një armëpushim. Si e vlerëson të gjithë këtë, çfarë po ndodh në lidhjen e mesme? Shikoj, kam ndjekur edhe atë ditë që ndodhi gjithë pritje shumë që të kishin bombardime të forta etj. Sinjalet u dhanë, në fakt, nga kryeministri i Pakistanit dhe sinjalet ishin që negociatat po ecin mirë, shpresojmë që do shkojnë mirë, paktën 1 orë para se të ishte edhe deklarata përfundimtare e zotit Trump. Unë nuk mendoj që kemi një armëpushim stabil, të qëndrueshëm, jemi ende larg. Unë mendoj që është armëpushim ky? Unë nuk besoj që është i tillë, unë besoj që është një qetësi e momentit, palët po rigrupojnë arsenalet e tyre, ushtrinë, po ndryshon ndoshta strategjinë. Pse nuk është armëpushim? Pse beson se nuk është armëpushim, ndërkohë që vetë Trump thotë që ne ja kemi dalë që ta zgjesojmë programin për ta marrë të Iranit deri në pikën që i duhet kohë të rikuperojë, të shkatërrojmë programin apo le të themi atë po e quaj programin raketor të Iranit. Dhe gjithashtu ja kemi dalë që edhe proxyt e Iranit ti shkatërrojnë. Shiko, unë nuk besoj që objektivi kryesor që kanë patur Shtetet Bashkuara të Amerikës në gjithë këtë betejë që filluan kundër regjimit ajatollave ka qenë ky. Sepse në fund të ditës, nëse ka qenë ndryshimi i regjimit, ata shkuan nga një krah shumë diplomat, pavarësisht retorikës të ashpër që mbante Ayatollah Khamenei, djali i tij, Mojtaba Khamenei, është një zë shumë më herë më radikal. Po, pra kemi shkuar nga një zë në duke radikal, por që diplomacinë e ndiqte, siç e ndoqi edhe me administratën demokrate të Barack Obamas dhe të Joe Biden, kemi shkuar te një krah shumë herë më radikal. Dhe një krah radikal, nëse ti shpreson që krahu radikal do ta lëjë me kaq betejën, kjo nuk është fare e bazuar në logjikë të shëndetshme, mendoj unë, edhe pse jam i sigurt që me gjithë ata analistë, gjithë ato agjenci lizbatuese që ka presidenti Trump të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ata e dinë shumë mirë situatën. Unë besoj që është thjesht një diçka e përkohshme, është një qetësi e përkohshme për të dhënë frymarrje ndoshta edhe tregjeve ndërkombëtare, edhe bursës, për të dhënë frymarrje edhe ekonomisë, sepse pati një lloj bllokade shumë të fortë dhe u krijua një efekt shumë i rëndësishëm domino dhe te aleatët amerikanë. Pra, nuk u cënua shumë Europa, pavarësisht se Europa u shqetësua, me të drejtë, po u cënuan shumë tregjet aziatike. Dhe ato ishin të parat që humbën menjëherë dhe të parat që përfituan menjëherë sapo u arrit në klapa ky armëpushim i përkohshëm. Një prej tyre është Japonia, vjen Korea e Jugut, që janë vende strategjike, partnerë kryesorë në Azi, dhe si ekonomi dhe si baza ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Okinawa është nga bazat më të rëndësishme që kanë në Azi amerikanët, pa folur pastaj për Korenë e Jugut. Dhe them këtë, unë besoj që nuk arrit asnjë objektiv nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për momentin. Sepse objektivi kryesor ka qenë ndrimi i regjimit ajatollave dhe krijimi i një regjimi ose krijimi i kushteve për një regjim tjetër. U tha në fillim që po fillohen bombardime sepse populli iranian ka nevojë për një mbështetje për të rrëzuar qeverinë e tyre diktatoriale të tjera. Ndodhi dhe pati dhe fjalime, mos harroni fjalime në gjuhën farsi nga ana e kryeministit Netanyahu, Shah Pahlavit. Edhe Shah Pahlavit, po dhe Netanyahu, e vërtetë. Ka bërë thirrje në gjuhën e tyre që dilni, mbroni demokracinë e tjera. Po, kjo ka qenë. Sidomos pasi u eliminua Ali Khamenei. Nuk funksionoi, që do thot objektivi nuk u arrit. Që do thot lufta dhe futja në gjithë këtë qasje që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka qenë diçka haj po e provojmë një herë. Pra, kjo ka qenë dhe mbetet një strategji shumë serioze e amerikanëve por të futur në mënyrë shumë agresive në Iran dhe bashkë me izraelitët. Dhe nuk besoj që do ndalet me kaq, sepse nuk është
Nëse themi nuk besoj se do ndalet me kaq, ti po thua që do kemi një ofensiv tjetër ushtarake? Unë besoj që do kemi një ofensiv tjetër ushtarake, jam I sigur për këtë, mendoj, sepse nuk më bën sens asnjë gjë nga ato që është thënë nga ana e Iranit. Ka bërë një propozim me 10 pika, 10 pika të cilat po t'i lexosh, dëm shpërblimi, reparacionet, taks për çdo anije që kalon atje, pra janë pika të cilat që në fillim do rrëzohen. Dhe në armë pushim Izraeli tha që nuk ishte Libani, ndërkohë Libani ishte në fillim, Izraeli e bombardoi Libanin edhe ditën e sotme ka 250 viktima, ndërkohë Irani e bllokoi përsëri kanalin e Hormuzit, ndërkohë Trumpi I tha që po bllokuat kanalin, po nuk e çliruan kanalin e Hormuzit, ju do keni menjëherë bombardime të ashpra atje, nuk do quhet armë pushimi. Pra, u krijua një iluzion, një flusk sikur kemi armë pushim, po në fakt nuk po në terren nuk e kemi në asnjë moment. Dhe iranianët avionët, anijet luftarake, aeroplanmbajtësit aty janë. Ende në Katar janë lëshuar raketa, deri 12 orë më parë ka patur raketa që janë kapur nga sistemi antiraketor, janë kapur në Bahrein, janë kapur në Emiratet e Bashkuara Arabe. Pra për çfarë armë pushimi po flasim në terren? E di çfarë më kujton kjo situatë? Kur isha në nëntor, në fund nëntori, patëm një vizitë në Izrael dhe shkuam në rripin e Gazës. Dhe shikoj lajme ndërkombëtare që thoshin ka një armë pushim, nuk ka bombardime. Ndërkohë, aty kur ishim ne, vetëm në 1 orë u hodhën 3 bomba. 3 bomba po të siguroj që nuk ishte fare normale, tundej toka. Toka, ata që e din shumë mirë, kur bie tërmet nuk para lëviz. Ndërsa toka shkundej nga bombardimet. Atë u vra një komandant I rëndësishëm I Hamasit në atë periudhë kohe. Pra, unë shikoj që në terren palët nuk janë gati asnjëra të tërhiqet, Irani nuk ka asnjë gjë për të humbur, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë arritur qëllimin e tyre. Unë mendoj që qëllimi final është marrja e burimeve kryesore të naftës ose arritja e një marrëveshje, ndoshta e një siç është me arabët, për ata që nuk e din, për shembull, ka një sistem nafta e arabe si funksion si shitet. Parat ose fondet kalojnë fillimisht në ndërmjetësin që janë amerikanët dhe pastaj përqindja më e madhe I kalon arabëve dhe pjesa tjetër amerikanëve. Unë kam përshtypjen, besoj që dhe betejë që po bëhet, kjo është sepse me këtë. Shtetet Bashkuara të Amerikës e din shumë mirë, e kanë shumë të vështirë luftën për metalet e rralla. Deri diku mund themi që kanë dhe të humbur betejën për metalet e rralla sepse I ka akumuluar pjesën më të madhe Kina. Dhe Kina ka bllokuar eksportin e tyre. Po mos përndahemi. Dhe I vetmi burim I rëndësishëm për momentin që Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të krijojnë një fitim është pikërisht nafta. Gjoj, si e shikon këtë armë pushim? Po e vijoj tek objektivat diskutimin edhe për të kuptuar situatën ku ndodhemi sot, po shkojmë fillim për shkak se edhe prestigjozja dhe New York Times ka publikuar disa të dhëna mbi atë se çfarë ka ndodhur. Atëherë piknisja besohet që ka qenë data 11 shkurt, kur Benjamin Netanyahu, kryeministri I Izraelit, ka zhvilluar një vizitë gati sekrete në Shtëpinë e Bardhë. Dhe takimi thuhet që është vendosur në dhomën e situatave, sit room. Situation room. Situation room, një hapësirë që shumë rrallë rezervohet për lider të huaj. Pra është dhoma kur presidenti përballet me një situatë jashtëzakonshme dhe që kërkon menaxhim atje. Besoj që ka patur një prezantim nga Netanyahu dhe kupola drejtuese e Mossadit se I takon situatës në Iran. Kujtojmë që vjen pas luftës 12 ditore, ashtu quhet është luftës 12 ditore, ku Shtetet Bashkuara tentuan neutralizimin e përpjekjeve të Iranit për të zhvilluar bombën bërthamore. Dhe nga prezantimi që kanë bërë izraelitët bashkë me shërbimin sekret, objektivat dyshohet që kanë qenë 4. Ato përfshinin eliminimin e Ayatollah Ali Khamenei, përfshinin vazhdimin e përpjekjeve për të mos lejuar Iranin që të zhvillon të bombën bërthamore. Objektivi I tretë ka qenë nxitja e protestave që deri diku kishin filluar në atë periudhë të shinim njerëz në sheshet dhe rrugët kryesore të Iranit, dhe objektivi I katërt ka qenë ndryshimi I regjimit. Izraelitët kanë patur gjithashtu dhe një listë me opozitarë që besoj se mund të ishin të gatshëm për të marrë në dorë frenat e vendit, përfshi këtu dhe Palauin. Pra,
fillimisht sipas The New York Times kanë qenë izraelitët që kanë nxitur idenë një operacioni ushtarak. Besohet gjithashtu që ka patur diskutime të brendshme dhe me zvet stafit të Trumpit, pra njerëzve më të afërt. Një nga njerëzit që ka qenë pro, e ka thënë dhe Trumpi në disa dalje ose prononcime përmjet, ka qenë sekretari i luftës Pete Hegseth, pra ky ka qenë pro. J.D. Vance ka qenë jashtëzakonisht kundër, kujtojmë që ka qenë një politikan që vazhdimisht është shprehur kundër angazhimit të Shtetet Bashkuara në konflikte përtej, po themi, një sfere të logjikshme të influencës që duhet të kenë Shtetet Bashkuara. Rubio ka qenë i pavendosur, ndërsa shefi i inteligjencës John Ratcliffe ka patur pikpyetjet e tij për planin 4 pikësh, ku tha se 2 objektivat e parë, pra eliminimi i Khameneit dhe gjithashtu ndalja e përpjekjeve për të zhvilluar armë bërthamore kanë qenë pika realiste që mund të arriheshin, dhe 2 të fundit që ishte nxitja e protestave edhe ndryshimi i regjimit shfaqeshin si objektiva jo shumë realist në diskutimet e brendshme që kanë patur.